Tani më dëgjo me shumë kujdes, sepse ajo që do të them tani mund të shpëtoj nga muaj, ndoshta edhe vite të tëra konfuzioni, frike dhe lodhje emocionale. Gjëja më e rrezikshme që po ndodh tani në marrëdhënien tënde nuk ndodh gjatë takimeve apo bisedave tuaja telefonike. Ajo ndodh në ato mesazhe që i lexon përsëri e përsëri, duke u përpjekur të kuptosh se çfarë ai me të vërtetë nënkupton. Kam kaluar më shumë se një dekadë duke studiuar mënyrën se si burrat komunikojnë, dhe ka 7 fraza të caktuara që nëse një burr t'i shkruan zbulojnë qëllimet e tij të vërteta aq qartë, sa ti injorosh është si të injorosh tym që del në derën e dhomës tënde të gjumit. Këto mesazhe nuk janë thjesht shqetësuese, ato janë taktika manipulimi të maskuara si komunikim i përditshëm i padëmshëm. Dhe sapo të kuptosh se çfarë nënkuptojnë me të vërtetë, nuk do të mundesh më të mos i shohësh. Qëndro deri në fund, sepse fraza e 7 është aq e përhapur, aq e normalizuar, saqë shumica e grave ndihen madje të lehtësuara kur e marrin, megjithse në realitet është modeli më shkatërues nga të gjithë. Dhe me shumë mundësi, pikërisht ky mesazh ndodhet tani në telefonin tënd. Para se të kalojmë te këto 7 modele, duhet të kuptosh diçka që do të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si lexon çdo mesazh nga një burr. Shumica e grave janë kushtëzuar t'u japin burrave përfitimin e dyshimit të interpretojnë fjalët e tyre sa më pozitivisht të jetë e mundur, të mbushin boshllëqet me shpresë në vend të realitetit. Ky kushtëzim është aq i thellë, sa kemi harruar krejtësisht të njohim se çfarë po komunikohet në të vërtetë përkundrejt asaj që dëshpërimisht duam të besojmë se po komunikohet. E vërteta, që pothuajse askush nuk guxon ta thotë me zë të lartë, është kjo: mesazhet u japin njerëzve një kontroll mbi emocionet e tua, që një bisedë ballë për ballë nuk mund ta ketë kurrë. Mendoje, kur dikush të shkruan, ai ka kohë të formulojë saktësisht atë që dëshiron të thotë. Ai mund të zhduket për orë apo ditë të tëra, duke të lënë në pasiguri. Ai mund të shkruajë gjëra që tingëllojnë të kujdesshme, ndërkohë që në të vërtetë bën të kundërtën. Dhe më e rëndësishmja, ai mund të mbajë të lidhur emocionalisht ndërkohë që qëndron larg. Pikërisht për këtë arsye ndihesh e shqetësuar, e lodhur ose e fiksuar pas disa bisedave me mesazhe, edhe pse nuk mund ta shpjegosh saktësisht pse. Intuita jote ndjen diçka që mendja jote përpiqet ta justifikojë, sepse na është mësuar që analizimi i mesazheve duket si diçka e çmendur ose e pasigurt. Por ajo që po të shpjegoj tani nuk ka të bëjë fare me paranojen, ka të bëjë me kuptimin e realitetit energjik që fshihet pas fjalëve në ekranin tënd. Ja pika vendimtare: burri me të cilin shkruan nuk ndikon vetëm në humorin tënd për një orë. Ai formëson në mënyrë të drejtpërdrejtë vetvlerësimin tënd, aftësinë për t'u përqendruar te qëllimet e tua, gjumin tënd, nivelin e ankthit dhe ndjenjen e përgjithshme të sigurisë në marrëdhënie. Nëse injoron këto shenja paralajmëruese, do ta kalosh vitin e ardhshëm të jetës tënde në një gjendje konfuzioni emocional, duke u përpjekur vazhdimisht të deshifrosh sinjale kontradiktore dhe duke pyetur veten pse ndihesh kaq e paqëndrueshme. Por nëse mëson t'i njohësh menjëherë dhe t'i lësh, krijon hapësirë për dikë që komunikon me qartësi, qëllim dhe kujdes të vërtetë. Modeli i parë i mesazhit që duhet të bëjë të ndalesh dhe të rimendosh gjithë situatën, është kur një burr të shkruan: si të duash ti, ose variante si nuk më intereson, vendos ti, ose si të duash. Veçanërisht kur i ke bërë një pyetje të drejtpërdrejtë rreth planeve tuaja, marrëdhënies tuaj ose diçka e me rëndësi. E di çfarë po mendon tani, tingëllon si njeri i qetë dhe i përshtatshëm, apo jo? Gabim. Ky mesazh është mungesë emocionale e maskuar si fleksibilitet. Ajo që ndodh në të vërtetë është kjo: ai nuk është fleksibël, ai refuzon të jetë pjesëmarrës aktiv në marrëdhënie. Ai të tregon se nuk dëshiron të marrë asnjë përgjegjësi as për vendimet, as për marrëdhënien vetë. Kur dikush që e pyet çfarë dëshiron përgjigjet gjithmonë me indiferencë, ai po të thotë diçka thelbësore. Asgjë nuk i intereson mjaftueshëm për të pasur një mendim përfshirë edhe ty. Një burr që me të vërtetë ka ndjenja për ty dëshiron të jetë në shkëmbim me ty.
Ai ka preferenca, dëshira, ide. Ai dëshiron të krijojë përvoja të përbashkëta dhe ka guximin të thotë çfarë është e rëndësishme për të. Por nëse ai vazhdimisht ja lë gjithçka ty dhe përgjigjet me fraza të ftohta e të distancuara, në thelb ai po të thotë, angazhimi i tij emocional është aq i ulët sa asgjë nuk ia vlen për të pasur një mendim. Kështu vdesin marrëdhëniet jo me grindje të mëdha dramatike, por sepse njëra palë tërhiqet ngadalë ndërkohë që shtiret sikur është ende aty. Modeli i tretë i mesazhit, dhe ky është vërtet i rrezikshëm, është kur ai të shkruan: "Më vjen keq që ndihesh kështu" ose "Më fal nëse të kam lënduar". Pra çdo ndjesë që përmban fjalën nëse ose që përqendrohet te ndjenjat e tua në vend të sjelljes së tij. Kjo nuk është ndjesë e vërtetë. Kjo është zhvendosje faji e mbështjellë si kërkim falje. Është krijuar për të bërë të besosh se ti je problemi, sepse u lëndove dhe jo ai, sepse të lëndoi ty. Më lejo të shpjegoj çfarë ndodh këtu. Një kërkim falje e vërtet përmend një sjellje konkrete, merr përgjegjësi dhe shpreh pengesë të sinqertë. Tingëllon, për shembull, kështu: "Më vjen keq që nuk të kam kthyer përgjigje për 2 ditë. Kjo ishte e pakujdesshme dhe ti meriton më mirë." Ose: "Më vjen keq që e anulova takimin ton në momentin e fundit. E kuptoj pse të lëndoj dhe do të sigurohem që të mos ndodh më." E dallon ndryshimin? Këto lloj ndjesash përmendin veprimin, pranojnë ndikimin e tij dhe tregojnë mirë kuptim. Por kur një burr të shkruan ato kërkesa të paqarta, të kushtëzuara që s'janë ndjesë të vërteta, kjo nuk është rastësi, është e qëllimshme. Ai të jep vetëm pamjen e përgjegjësisë, ndërkohë që në të vërtetë nuk merr asnjë. Frazat si "më vjen keq që ndihesh kështu" janë veçanërisht të rrezikshme, sepse e zhvendosin gjithë problemin te perceptimi yt, jo te sjellja e tij. Ai në thelb po të thotë, ndjenjat e tua janë problemi, jo ajo që bëra unë. Kjo krijon një kurth psikologjik ku fillon të dyshosh te vetja. Jam shumë e ndjeshme? Po e teproj. A kam të drejtë të ndihem e lënduar? Dhe në fund përfundon duke i kërkuar falje atij që u lëndove, pikërisht atë që synon kjo manipulim. Kam parë këtë model në pafund marrëdhënie. Gratë humbasin gradualisht lidhjen me ndjenjen e tyre të realitetit. Sa herë që përmendin një shqetësim të justifikuar, ai përgjigjet me këto kërkesa faljeje që në pamje të parë duken të drejta, por i lën ato më të hutuar se më parë. Me kalimin e kohës, ato fillojnë të besojnë se janë vetë problemi, se janë shumë emocionale, se duhet të jenë më tolerante. Ndërkohë ai vazhdon njësoj si më parë, sepse kur nuk ka pranuar me të vërtetë se sjellja e tij ishte e gabuar. Ajo që duhet të kuptosh: një burr që të do me të vërtetë dëshiron të marrë përgjegjësi. Kur të lëndon edhe pa dashje, ai nuk do që ti të mbartësh dhimbjen që ai ka shkaktuar. Kur i thua se diçka të ka lënduar, instinkti i tij është ta kuptoj, ta pranoj dhe të sigurohet që të mos ndodh më. Burrat që dërgojnë ato ndjesa të paqarta, jo të sinqerta, tregojnë se për ta është më e rëndësishme të mbrojnë egon e tyre se sa zemrën tënde. Gjëja më e keqe në këtë model është se e hedh gjithë punën emocionale të marrëdhënies mbi ty. Ti je ajo që merr të gjitha vendimet, bën të gjitha planet, mendon për gjithçka, ndërsa ai thjesht rrjedh me rrymën dhe gjithsesi përfiton nga të gjitha avantazhet e të pasurit ty në jetën e tij. Dhe ja ku qëndron kurthi. Kur gjërat nuk shkojnë mirë, ai të fajson në fund të fundit, ti ishe ajo që i vendoste të gjitha. Gratë që përjetojnë këtë model ndihen tërësisht të lodhura pas disa muajsh dhe pyesin veten pse ndihen sikur janë vetëm në një lidhje. Përgjigjja është e thjeshtë: sepse janë. Modeli i dytë i mesazheve që duhet të ndesë të gjitha alarmet brenda teje është kur një burr të shkruan ok ose kol, veçanërisht pasi ke ndarë diçka të ndjeshme, personale ose të rëndësishme, ose pasi ke hapur një temë për marrëdhënien tuaj. Kjo nuk është një përgjigje e shkurtër, është refuzim në formën e tij më të pastër. Kur dikush e zvogëlon mesazhin tënd emocional në një shkronjë të vetme, ai po të thotë: ajo që thua nuk meriton as vëmendjen, as konsideratën, as mëshirën time. Lidhja e vërtet kërkon energji të ndërsjellë.
Kur ndan diçka me kuptim, personi tjetër përgjigjet me interes, me pyetje, me angazhim të vërtet me diçka që tregon se ai e ka dëgjuar vërtet atë që the. Por kur një burr i përgjigjet hapjes tënde me këto përgjigje të shkurtra, të ftohta e të painteresuara, ai të tregon se ose është emocionalisht i paaftë të takojë në gjysmë, ose që thjesht nuk ia vlen për të. Dhe të dyja rastet çojnë në të njëjtin rezultat. Ky nuk është një njeri që mund të jap atë që ke nevojë. E kam parë këtë model të zhduk plotësisht dëshirën e grave për të mbetur të hapura në marrëdhënie. Sa herë që përpiqen të kenë një bisedë të vërtetë, ai përgjigjet me ato mesazhe të ftohta, të shkurtuara dhe përfundimisht ato ndalojnë. Ndalojnë së hapuri, ndalojnë së thëni çfarë u duhet, sepse kanë mësuar se mendimet dhe ndjenjat e tyre janë shumë. Pikërisht këtë duan burrat emocionalisht të paarritshëm. Ata duan që të kërkosh më pak. Ata duan që t'i zvogëlosh nevojat e tua derisa të mos mbetet asgjë që të vazhdojnë të marrin gjithçka nga ty pa të dhënë asgjë në këmbim. Ajo që e bën këtë veçanërisht mizore është fakti që këta burra befas shkruajnë paragrafe të tëra kur duan diçka nga ty, kur përpiqen të bindin të shkosh, kur shpjegojnë pse nuk kanë shkruar, kur justifikojnë sjelljen e tyre. Pa pritur kanë shumë fjalë. Kjo të tregon se shkurtësia e tyre nuk ka të bëjë me stil apo zënje me punë, por me atë që ata e konsiderojnë mjaftueshëm të rëndësishme për të investuar energjinë e tyre. Dhe, për fat të keq, ti nuk je njëra prej atyre gjërave. Kështu funksionon ky loj. Ai zhduket për 3 ditë, nuk nis biseda të vërteta, nuk bën plane për t'u takuar me ty, të jep vetëm disa thërrime emocionale dhe pikërisht në momentin që fillon të tërhiqesh, që fillon të dyshosh nëse gjithçka ka ende kuptim, ai të dërgon një mesazh të përsosur në kohë që të bën zemrën të rrahë më shpejt për një çast. Pa pritur ndihesh e parë, e dëshiruar, madje ndoshta edhe fajtore që ke dyshuar tek ai. Dhe pikërisht kështu ai të tërheq përsëri pa ndryshuar asgjë në sjelljen e tij. Ky model mesazhesh është manipulim në formën e tij më të pastër, sepse nuk i kushton asgjë. Nuk ka nevojë të paraqitet, të marrë kohë apo të mbajë premtime. Gjithçka që duhet të bëj është të shkruaj 3 fjalë dhe ti e vendos sërish pritshmërinë në zero. Pranon përsëri ditë pasigurie, vetëm sepse ai të hodhi atë thërrime të vogël vëmendjeje. Dhe beso, ai e di saktësisht çfarë po bën. Më e trishtueshmja është që shumë gra kapen pas këtyre mesazheve si prova se ai kujdeset vërtet. Bëjnë screenshote, i lexojnë përsëri e përsëri, i përdorin si justifikim që marrëdhënia është reale, që ndjenjat e tij janë të vërteta. Por duhet të kuptosh një gjë. Fjalët pa vepra nuk janë dashuri, janë zëvendësues, janë aty për të mbajtur në pritje ndërsa ai kërkon nëse ka diçka më të mirë atje jashtë, duke mbajtur të hapura të gjitha opsionet dhe duke përfituar nga afërsia jote emocionale pa dhënë asnjë formë angazhimi apo qëndrueshmërie. Një burr që të mungon vërtet nuk të shkruan thjesht në mes të natës, ai bën plane për t'u takuar me ty. Një burr që mendon vërtet për ty, e ndjek mesazhin me një telefonat, një video thirrje, një shenjë të vërtet iniciative. Kur dikush shpreh emocionet e tij vetëm në mënyra të rehatshme, me pak përpjekje digjitale, ato nuk janë emocione, janë manipulime. Lloji i gjashtë i mesazhit që të tregon gjithçka për karakterin e tij është kur ai shkruan: "Të thash që jam i zënë" ose "e di që kam shumë punë", ose ndonjë variant tjetër që e përdor orarin e tij si armë kundër pritshmërisë tënde plotësisht të arsyeshme për komunikim. Ky mesazh është bërë për të bërë të ndihesh fajtore që do diçka krejtësisht normale, kontakt të rregullt, të besueshëm, një nga nevojat më bazike në çdo marrëdhënie. Çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Të gjithë janë të zënë, të gjithë kanë detyrime, të gjithë kanë stres, por njerëzit gjejnë kohë për gjërat që janë të rëndësishme për ta. Pikë. Kur një burr përdor "jam i zënë" vazhdimisht si justifikim për mungesë komunikimi, plane të anuluara, heshtje ditësh, ai nuk po të thotë që nuk ka kohë, po të thotë që ti nuk je prioritet, po të tregon që çdo gjë tjetër në jetën e tij vjen përpara dhe ai do që ti ta pranosh këtë si normale.
lloji i katërt i mesazhit dhe ky më acaron çdo herë është kur një burr shkruan, po mendon shumë, ose po e egzagjeron, ose nuk është aq e thellë, veçanërisht kur përmend diçka që të ka lënduar ose kur kërkon qartësi për marrëdhënien tuaj. Ky mesazh është gaslighting në formën e tij më të pastër e më toksike. Është krijuar për të bërë të dyshosh në perceptimin tënd. Kur një burr i hedh poshtë shqetësimet e tua duke të thënë që po mendon shumë, ai nuk të ofron një perspektivë të dobishme, por po shkatëron sistematikisht besimin tënd në ndjenjat e tua. Ai të trajnon të mos i besosh më instinktit tënd, të mëson se ndjesia e barkut, aftësia për të njohur modelet, për të parë çfarë po ndodh në të vërtetë janë kinse dobësi që duhet t'i shtypësh. Pikërisht kështu gratë mbeten në situata që janë qartazi të gabuara për to, sepse u është thënë se është çmenduri të shohësh të vërtetën. Ajo që ndodh në të vërtetë, kur ti përmend diçka reale, diçka konkrete, dhe ai të thotë se po e mendon tepër, kjo është gaslighting, një formë manipulimi psikologjik, sepse pranimi i së vërtetës do të thoshte që ai ose duhet të ndryshojë sjelljen e tij, ose të pranojë qëllimet e tij dhe asnjërin nuk dëshiron ta bëjë. Për të është shumë më e lehtë të bëjë të dyshosh të vetja se sa të jetë i sinqert. Kështu, ai shtrembëron vëzhgimet e tua të drejta derisa të dukesh ti ajo që është paranojake, e pasigurt apo që analizon tepër. Pasojat e këtij modeli janë shkatërruese. Gratë që marrin vazhdimisht mesazhe të tilla humbasin gradualisht besimin në gjykimin e tyre. Ato fillojnë të vënë në dyshim gjithçka që shohin. Arsyetojnë sjelljet e dyshimta. Injorojnë shenjat paralajmëruese, sepse u është mbushur mendja se perceptimi i tyre është problemi. Ato fillojnë ta lavdërojnë veten që janë të qeta, të lehta për t'u marrë vesh dhe që nuk mendojnë tepër, ndërkohë që në realitet kanë mësuar vetëm të tradhtojnë njohurinë e tyre të brendshme. Më e dhimbshmja është se këta burra më vonë paraqesin teprimin tënd në të menduar si problemin e vërtet në marrëdhënie. Jo sjelljen e tyre të dyshimt, jo pasigurinë e tyre, jo kontradiktat e tyre, por reagimin tënd ndaj tyre. Kjo e përmbys plotësisht dinamikën. Në vend që ai të marrë përgjegjësi për veprimet e tij, ti duhet të justifikosh pse reagove në mënyrë normale. Përfundon në një cikël të pafund ku përpiqesh të provosh vazhdimisht se shqetësimet e tua janë të drejta, ndërsa ai kur nuk ka nevojë të provojë se sjellja e tij është e pranueshme. Modeli i pestë i mesazheve nga i cili duhet të ikësh, jo të largohesh, por të vraposh, është kur ai të shkruan: "Më mungon, po mendoj për ty" ose "Do të doja të ishe këtu". Pika vendimtare. Këto mesazhe vijnë gjithmonë vonë natën, kur ai dëshiron diçka ose pasi nuk është lajmëruar për disa ditë. Këto nuk janë shprehje të vërteta ndjenjash, janë impulse emocionale të vendosura në mënyrë strategjike për të mbajtur të lidhur, pa u dashur që ai të investojë asgjë vetë. Këto mesazhe janë kaq toksike sepse përmbysin përgjegjësinë. Në vend që ai të shpjegojë pse nuk është lajmëruar për ditë të tëra, papritur ndihesh ti ajo që ndihet fajtore sepse pret shumë. Ai të bën të besosh se je e varur vetëm sepse dëshiron diçka plotësisht normale, qëndrueshmëri dhe besueshmëri. Fillon të kërkosh falje për nevojat e tua. Ndihesh fajtore sepse dëshiron kohën dhe vëmendjen e tij, ndërkohë që ai merr gjithçka që do pa u dashur të justifikohet kurrë. Kam parë gra që i rindërtojnë plotësisht pritshmëritë e tyre rreth këtyre justifikimeve. Ato fillojnë të besojnë se është shumë të duash të dëgjosh çdo ditë nga partneri yt, se është kërkuese të presësh që planet të mbahen, se është egoiste të duash të jesh përparësi. E bindin veten se duhet të jenë mirënjohëse për pak copëza vëmendjeje, sepse ai është kaq i zënë. Por e vërteta është, nëse dikush të do me të vërtet në jetën e tij, ai gjen mënyra për të përfshirë, jo justifikime për të lënë jashtë. Ky model mesazhesh tregon mungesë themelore respekti për kohën dhe nevojat e tua emocionale. Ai po thotë, rehatia e tij ka më shumë rëndësi se sa ndjenja jote e sigurisë në marrëdhënie. Oraret e tij janë më të rëndësishme se paqja jote e brendshme.
Dhe çdo herë që e pranon këtë justifikim, çdo herë që e bind veten se je mirëkuptuese, sepse ul standardet e tua, ti e mëson atë se mund të trajtoj si një opsion. Dhe tani arrim te modeli i 7 dhe më i rrezikshëm i mesazheve, ai që është bërë aq i zakonshëm në marrëdhëniet moderne, saqë gratë buzëqeshin kur e marrin, megjithse duhet ta njohin si një sinjal të madh paralajmërimi. Ai tingëllon kështu: le të shohim ku do na çojë kjo, ose le ta marrim me qetësi, ose unë thjesht ndjek rrjedhën. Pra çdo shprehje që shmang me qëllim përcaktimin e marrëdhënies ose të ardhmes së saj. Tani që i njeh këto 7 modele dhe kupton kuptimin e tyre të vërtet, ndoshta po sheh mesazhet e vjetra në telefon me sy të tjerë me ndjenja njohjeje, zemërimi, trishtimi ose ndoshta lehtësimi. Ndoshta po kupton se konfuzioni yt nuk vinte nga fakti që nuk komunikon mirë, por sepse ke marrë komunikim manipulues dhe ke përpjekur me dëshpërim të gjesh kuptim në të. Të gjitha këto ndërgjegjësime janë të rëndësishme, dhe dua që ti lejosh vetes të ndjesh saktësisht atë që po shfaqet tani brenda teje. Por duhet ta kuptosh diçka. Këto informacione nuk janë për të bërë paranojake, jo për të bërë mosbesuese ndaj çdo mesazhi që merr apo çdo burri që takon. Ato janë për të mësuar të dallosh ndryshimin mes dikujt që vërtet investon te ti dhe dikujt që të mban afër vetëm për komoditetin e tij. Janë për të mësuar të njohësh modelet, jo vetëm mesazhet e veçuara. Janë për të kuptuar se intuita jote ka pasur gjithmonë të drejtë. Ato ndjenja të bezdishme, pasigurie, nuk do të thonë se je e pasigurt, ato janë urtësia jote e brendshme që përpiqet të mbrojë. E vërteta është, ka burra që nuk do të dërgonin kurrë mesazhe të tilla, sepse kuptojnë se dashuria e vërtet shprehet përmes komunikimit të qartë dhe të qëndrueshëm. Ka burra që thonë atë që mendojnë dhe mendojnë atë që thonë. Burra që mbajnë fjalën e tyre, që nuk të ngatërojnë, por të japin siguri. Burra që të zgjedhin me vetdije dhe e dëshmojnë këtë me veprimet e tyre, jo vetëm me fjalë. Burra të tillë ekzistojnë, por ti nuk do të jesh e hapur për ta, për sa kohë që e shpenzon energjinë tënde emocionale duke u përpjekur të deshifrosh mesazhet kontradiktore të një burri që qëndron qëllimisht i paqartë. Ajo që dua të bësh është kjo: vëre si ndihesh pasi lexon një mesazh nga një burr. Ndihesh e qetë dhe e sigurt apo e ankthshme dhe e pasigurt, po përpiqesh gjithmonë të gjesh kuptim në fjalët e tij apo kuptimi është i qartë, po kërkon justifikime për mungesën e komunikimit apo biseda rrjedh natyrshëm dhe lehtë, trupi yt mban të vërtetën dhe gjendja jote emocionale nuk gënjen. Fillo të besosh reagimet e tua të para, në vend që ti mohosh ato. Nëse diçka në mënyrën se si ai të shkruan duket e gabuar, atëherë me shumë gjasa është. Nëse je vazhdimisht e hutuar për vendin tënd me të, ajo hutim është në fakt përgjigjja. Tregon se ai e mban qëllimisht gjithçka të paqartë. Nëse vëren se po ul standardet e tua ose po pranon më pak nga sa meriton, kjo është një informacion për dinamikën që po krijoni bashkë. Më e rëndësishmja, kupto se nuk është shenjë ftohtësie, ashpërsie apo dorëzimi kur largohesh nga dikush mesazhet e të cilit tregojnë se nuk të vlerëson vërtet. Është respekt ndaj vetes. Është momenti kur krijon hapësirë që dashuria e vërtet të hyjë në jetën tënde. Çdo moment që kalon duke përpjekur të deshifrosh mesazhet kontradiktore të dikujt që nuk komunikon qartë, është një moment që nuk je e lirë për dikë që kur nuk do të lindte në pasiguri. Njeriu i duhur për ty nuk do të bëjë të ndihesh si detektive që kërkon kuptime të fshehta në çdo mesazh. Ai nuk do të lërë të dyshosh ku qëndron, çfarë do apo nëse je e rëndësishme për të. Ai do ta tregojë me komunikim të qartë, të sinqertë dhe të qëndrueshëm, jo vetëm kur i përshtatet, por sepse i intereson që ti të ndihesh e sigurt. Detyra jote nuk është të jesh aq mirë kuptuese, e durueshme dhe e butë sa të pranosh thërrime dhe t'i quash ato vakt. Detyra jote nuk është të mësosh dikë si të komunikoj me respekt dhe kujdes. Detyra jote është të dish qartë çfarë ke nevojë, t'i besosh perceptimeve të tua dhe të kesh guximin të largohesh nga situatat që kërkojnë të mohosh veten.
Dashuria që kërkon, po të kërkon edhe ty, por ajo mund të gjejë vetëm kur të ndalosh së kënaquri me konfuzionin. Ajo do të njohë vetëm kur të respektosh vlerën tënde, jo kur përkulesh për të pranuar më pak nga sa meriton. Kështu që, herën tjetër që një burr të shkruan një nga këto 7 fraza, kujto këtë bisedë. Shiko qartë dhe kupto çfarë do të thotë në të vërtetë.